Amanetin tim të fundit, ata dua që ta dëgjojnë. Sinë e shkon sirim në të ftohtë, në shi, në dëbor, vështirë është, ftohtë është, jashtë flemë tash, që kur kam me qurdorën, me vështirësi të mëdhaja. E vështirësi të mëdhaja. Rrojmë se nuk vdesim dot, kjo është jeta jonë. Kam bërë asnjë gabim në jetë. Që fëmijë. Edhe them pse o Zot, në jetën time nuk kam parë një ditë të bardhë. Një ditë të marrë fëmijët e të dalë. Kush ka mundësi të më ndihmoj? Mos më lërë kështu jashtë. Kush ka mundësi të më jap të fut kokën brenda të paktën? Ta gjithë shokët më rëzojnë, amanetin tim të fundit, ata dua që ta dëgjojnë. Amanetin tim të fundit, ata dua që ta dëgjojnë. Zote, çfarë zoj të bukur. Si u kem? Si u kem? Mirë jemi, mundohemi të punojmë, unë këtë punë e bëj, që fëmijë, muzikant që fëmijë. Farë moshe? Që në moshën 10 vjeç. 10 vjeç. Po. E kitash muzikën? Po, e dua me gjithë shpirt. Si filloi kjo, domethënë ky fillim juaj me muzikën të mirëni? Unë kam pasur gjysë tërgjysh muzikant, këngëtar dhe muzikant. Cilë kanë qenë ata, janë të njohur për publik? Janë të njohur në Tiranë. Cilë janë ata? Është Mukja nga Tirana, klarinetisti më i mirë, edhe tash ka ndruar jetë. Ka ndruar jetë. Ka një përinjt, Mbesat, Çupat, të gjithë janë muzikantë. Janë muzikantë shumë të mirë. Që e mirë kjo. Po. Domethënë ti vetëm këtë punë ke bërë. Po. Asgjë tjetër. Po. Sidomos, tash që kam e qurdorën, e kam shtrënguar vetëm me këtë punë. Se njeri në punë tjetër, nuk mundet. Këtë lagën që e ke domethënë në duar? E kam nga Korendi, Sa vite? 32 vjet isha. Është tragjedi sigurisht. Është diçka që e papërshkrueshme, di që të mos ta kesh një në dorë është pak e vështirë. Shumë e vështirë është, po jeta i ka këto, duhet të rendesh të punosh me sa mund si ke. Jeta vazhdon. Kemi fëmijë, kemi familje, argjet ditë për ditë duhen, kështu që mundohemi me mundësinë e shkon sirim në të ftohtë, në shi, në dëbor, të nxjerrim bukën, të shpihen fëmijëve bukën në shtëpi. Sa fëmijë keni ju? Kam 2 djem. 2 çuna. Po. Ju jetoni në Kosovë tash, ki për Shqipërisë? Nga Shqipëria kam erdhur, kam një 3-4 ditë. E vështirë është, ftohtë është, jashtë flemë tash. Jashtë fleni? Jashtë s'kemi mundësi të paguajmë as hotel asgjë. Jetoni këtu në Kosovë tash? Derisa të gjejmë diku në një shtëpi të lirë, derisa të bëjmë pak lek, të kapim një shtëpi, jemi të detyruar, s'kemi ku duhem. Jeni jashtë? Po. Fëmijët e ke të vegjël? Fëmijët i kam jo të vegjël, nga 16-17 vjetë. Jetojnë me ju? Me mua jetojnë. Është vështirë ta ndash gjumin në këto temperatura të ulta, sidomos këtë kohë të dimrit. Nuk u kemi mundësi, e kemi nga e keqja, nuk u kemi mundësi të jetojmë. Që sa vazhdoni kështu me qëndru jashtë pa shtëpi? Kemi 3-4 ditë. 3-4 ditë. Po. Më herët ku keni qëndru? Në Shqipëri, nga Shqipëria kemi erdhur. Pse zot Kosovën vini këtu në Kosovë? Sepse menduam edhe Shqip, do me thënë merre shvesh, edhe menduam se mund të punojmë. Mund të nxjerrim bukën e ditës, të jetojmë. Mundi t'ja dilni? E vështirë është. Është shumë e vështirë,
Nuk e di sa do përballojmë kështu. Nuk di çfarë të them. E kemi shumë të vështirë. Ka dalë dikush në ndim? Në ndihmë njerëzit që kalojnë, na ndihmojnë. Kush ka mundësi, na ndihmojnë. E kemi shumë të vështirë jetën. Njeri nuk na përgjigjet, njeri nuk na përkrah në Shqipëri, pa ujë, pa drita jemi. Kështu që u detyruam të gjejmë një jetë më të mirë. Rendin të gjejmë një jetë më të mirë, rendin të gjejmë të jetojmë. Po kjo jeta si ka qenë për juve? Sa keni pas vështirësi në jetën tuaj? Shumë vështirësi. Ka qenë vështirësi më të mëdha. Shumë. Mos të them që kur kam hequr dorën, me vështirësi të mëdha. E vështirësi të mëdha. Rrojmë se nuk vdesim dot. Kjo është jeta jonë. Kjo është jeta jonë. Sa na ka shkruar Zoti, do mundohemi me aq forca sa kemi, aq mundësi sa kemi, mundohemi të nxjerrim bukën e gojës. Po shortja ka punuar të kaluar? Ka punuar, kurse tani edhe bashkëshorten e kam të smur, e kam me tension, nuk mundet të bëj asnjë lloj pune se i bie tensioni, i ngrihet tensioni dhe bie. Kështu që jam i detyruar. Të përredhni kështu rrugës. Më kuptoni. Është e vështirë. Unë kuptoj hallin tënd, nuk e ketë lehtë. Sidomos kur i ke dy fëmijë, kur i ke akoma, domethënë, që nuk janë të zotë të punojnë. E kam shumë të vështirë se nuk më merr njeri në punë. Me pa, nuk më merr njeri. Njerëzit duat të punosh, nuk të paguan njeri kot. Me ndorë qatë punë mund të bësh. Po ti me këtë që ke ofruar në punë me një dorë, ke qenë i gatshëm të punosh? Ke ofron, domethënë, të nxerrat. Bukën vetëm të nxjerr jam i kënaqur. Ka pas rase që ti ke kërku punë dhe domethënë kanë thënë që ti nuk ke zotit. Po. Si e ndi? Po. Mi ndi Shumë keq, ama nga ana tjetër them kanë të drejtë. Kanë të drejtë. Nuk të merr njeri në punë. Po s'bëre punën, nuk të merr njeri në punë. Kështu që e drejta atyre, e drejta time, nuk kam çfarë të them. Është shumë e vështirë. Apo to që njerëz të drejtë vuajnë këtë jetë. Këtë e besoj, se jam shumë i drejtë në jetë. Nuk kam bërë asnjë gabim në jetë. Që fëmijë. Edhe them pse o Zot, i lutem Zotit, pse dorën time, pse ma bërë këtë gjë, unë s'kam bërë keq njeriu. Tërë jetën, nuk kam thënë njeriu një lart të keq. Pse nuk e di Zoti, mbase prap kam besim, e Zoti, nuk di çfarë të them. Kam një shpresë në Zoti, sa të rritë edhe pak fëmijë të më bëjnë krah punë. Shpresoj. Po pas gjitha këtyre që, domethënë, ka litur jeta, ka bërë më të fortë? Po, më të fort, detyrohesh të bëhesh i fort. Detyrohesh të durosh. Duhet të bëhesh i fort në jetë, çfarë do fat keqësi që të bjerë, duhet të jesh i fort, duhet të durosh. Duhet t'i lutesh Zotit, mbase vjen një ditë me shpresa, rojmë me shpresa, mbase Zoti një ditë vet dorën, derisa të rritë ata fëmijët të jenë krah pune. Nuk di çfarë të them tjetër. Që ke mësuar nga jeta? Jetën time, është turp ta them, nuk kam parë një ditë të bardhë. Në jetën time nuk kam parë një ditë të bardhë. Një ditë të marrë fëmijët e të dalë, t'i nxjerr një fëmijët. Le për vete se për vete vajta 60 vjet tash edhe nuk e llogarit shumë vete. Ama më vjen keq për fëmijë që s'kam mundësi që t'ju le diçka. S'kam mundësi. A ka ndodhur një herë me bëj gjumin jo ashtu rehat, duke kërkuar fëmijët? As edhe një herë nuk fle gjumrat, as edhe një natë. As edhe një natë nuk kam qetësi, se rritër natë rri edhe mendoj.
A flet 2 orë, as flet 2 orë. Rritër ditën më këmbë, në të ftohtë, në shi, në të nxehtë. Ku ngran, ku pa ngran, ku larë, ku pa shplarë. Tash ku s'ke mundësi as të lahesh, as të ndrohesh, as të bëhesh, as... Me thënë shumë. Nuk e di vetëm ai që ka që mund t'i kuptoj këto gjëra. Sigurisht është e vështirë në këto temperatura. Them prap ta kalon, domethënë natën një dikun domethënë pas 3 në kokë, sistemi ne. Edhe sidomos kur ke 2 fëmijë, 2 kalamaj jo të rritur që nuk munden m'ia dalë. Nuk mundet t'i mbaj me fëmijët. Këto fëmijë do t'i nisë dori me gruan, se unë plevitosën fëmija. Nuk mundem. Dua t'i kem pranë, dua t'i kem afër. Ama nuk mundem. Nuk kam mundësi, nuk kam rrugëzgjidhje. Po njerëz të vëllezërit mirë kanë ndihmuar, Urdhro. kanë ndihmuar njerëz të vëllezërit mirë këtu në Kosovë. Po. Ja, si që shkon, me këtë punë, është sa ka mundësi. Çdo njeri, 50 cent, 1 euro, 20 lepta, 10 lepta. Kjo është. Po për ushqim si ja bën për rishbatje? Am buk. S'kemi, do marim një buk. Sa do tam. A ka ndodhur një ditë që s'keni pas as buk për të ngrënë? Po. Jo një, po me 2-3 ditë. Kemi ndenjur dhe pa ngrënë. Me 2-3 ditë kemi ndenjur dhe pa ngrënë. Durim. I lutem Zotit të më jap shëndet fëmijëve, të më jap forcë që të kem mundësi të shpije diçka në fëmijët. Kjo është. Ata Zoti të bëhet një zgjidhje, me që më beso më këpute zemrën edhe mua, si gazetar. Po ndihem shumë keq. Nuk dua të shoh njerëz të tillë si ju, sidomos kur keni As edhe njerë mos të pafshin sytë si puna time. As edhe njerë. Gëzohen gjithë njerëzit të kenë shëndet, të kenë të mira, të jenë pranë familjes, të mos bëjnë gabime në familje, të jenë të rregullt. Ju uroj shëndet të gjithëve, vetëm shëndet, si shëndeti nuk ka. Unë kam një thirrje që besoj kjo thirrja ime nga ndjekësit e historisë jetës, të mos kaloj në vesh të shurtur, mirë po, t'i ndalim në ndim këti personi zemërbar, themi, po që ke nevojë, sidomos ta kalon natën diku jo jashtë në këtë kohë të ftohtë, në këtë temperatura të ulta, të paktën ta kesh një çati dhe të bësh gjumin rehat. Nuk ka mundësi. Çka do të thosh ndjekësve tanë, vullnetit mirë, me që kemi një audiencë shumë të madhe, çka do të kërkosh nga ta? I lutem është për juve kamera një thirrje, një lutje që ti do të kërkon nga ta. Kush ka mundësi të më ndihmoj? Mos më lërë kështu jashtë. Kush ka mundësi të më jap të fut kokën brenda të paktën? Kjo është. Kush ta ketë mundësinë? Një ndihmë. Zoti e bëftë mbret. Ku mund të gjeni juve njerëz nëse dëshiron të ndihmojnë në Prishtinë? Unë këtu, vetëm këtu dal. Këtu jam ditë për ditë, këtu jam. Se nuk e njeh as vendin akoma mirë. Edhe dal tonë në qendër. Vetëm këtu. Po shoqaj që dikush këtë ide do ta sheh, dhe ty do të dalë sa do pak ndihmë për domethënë për ushqim, për veçbate, mirë po edhe për një gjumë të rehatshëm ta bësh brenda, jo ashtu siç ke mbetur jashtë. Jashtë jam. Në temperatura të ulta. Jam jashtë. Emrin mbi emri juaj? Fredi Tushini jam. Jam nga Shqipëria. Shpresoj që të bëhen një zgjidhje, sadopak edhe njerëzit do të ndalen ndihmë ty. Me që Faleminderit. kemi ndihmuar shumë njerëz nga historitë jetës, kemi ndalur shumë ndihmë. Faleminderit shumë. Ma hoqet pak mërzitjen. Faleminderit shumë. Sa më ke prekur shumë. Besoj që rasti yt jetë i fundit. Të mos shohim këto kategori të njerëzve. Inshallah Zoti të mos ketë njeri si mua. Inshallah Zotit. I lutem Zotit mos ketë njeri në këtë gjendje që jam unë. Çka them? Të uroj shëndet, të mira në jetë, shpresoj që gjithçka Të faleminderit shumë për respektin. Të faleminderit shumë. e meritoni, sepse jeni krijesa më pafajshme. U dorë më të mira ty. Përshëndetje. Faleminderit. Kalofsh mirë. Kalofsh mirë. Faleminderit shumë. Të rrit Zoti. Të lutem. Faleminderit shumë.